Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës muzikdashës të radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam vargëzimin e 6 mëngjesor të lavdërimeve ngjallësore të tingullit tërthor të katërtit, i falem dhe lavdëroj. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë këtë himn. I falem dhe lavdëroj dhe përimnoj o Krisht gjalljen tënde prej varit, me anët e së cilës na çlirove nga zinxhirët e pasgjitshëm të hadit, dhe i dhurove botës i Perëndi jetën e amëshuar dhe përdëllimin e madh. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë vargëzimin e 7 mëngjesor të lavdërimeve ngjallësore të tingullit tërthor të katërtit, të palishmit vulosën varin tënd. Tematika e këtij vargëzimi është ngjallësore, do me thënë paskale. Ngjallja e Krishtit është thelbi i jetës liturgjike dhe shpëtimtare të Kishës Ortodokse, përmbushja e plot e planit hyjnor për shpëtimin e botës. Pa këtë ngjarje të madhërishme, predikimi i Ungjillit do të reduktohej në një sistem thjesht etik ose një koleksion rregullash morale pa fuqi shpirtërore. Ngjallja është themeli i besimit krishter. Ngjallja jo vetëm që shpall triumfin mbi vdekjen, por gjithashtu hap horizontin e shpresës për jetën e përjetshme për të gjithë ata që besojnë në Krishtin. Kryqi dhe ngjallja përbëjnë dy shtyllat qendrore të teologjisë dhe himnologjisë ortodokse. Këto nuk janë thjesht të vërteta për një reflektim intelektual, por përvoja të gjalla shpirtërore që ndriçojnë jetën e përditshme të besimtarëve. Përmes liturgjisë dhe himneve të Kishës, Kisha jeton dhe transmeton këtë realitet shpirtëror të ngjalljes. Çdo e diel, e njohur në traditën ortodokse si dita e Zotit, është një përkushtim i kësaj ngjarjeje shpëtimtare, ndërsa kremtimi i Pashkës, si e kremtja e të kremteve, është kulmi i jetës liturgjike dhe shpirtërore të Kishës. Ngjallja nuk kufizohet vetëm në periudhën e Pashkës, po përshkon të gjithë jetën kishtare përmes himnologjisë së traditës së 8 tingujve. Këto tinguj, që përsëriten ciklikisht çdo 8 javë, shprehin dimensionet e ndryshme të misterit të ngjalljes, nga pendimi dhe prullësia e thellë deri te triumfi dhe lavdia hyjnore. Në këtë kontekst, kori i përbërë nga psaltët anagnostët i sombajtësit luan një rol kyç. Ata janë ndërmjetësit shpirtëror që përçojnë fuqinë e ngjalljes përmes zërit të tyre, duke bërë atë të gjallë dhe të pranishme në jetën e besimtarëve. Përmes himneve shpirtërore të Kishës që ndërthuren me thellësi teologjike dhe bukuri artistike, zemrat dhe mendjet e besimtarëve lartësohen drejt Perëndisë. Himnet e ngjalljes jo vetëm që lavdërojnë fitoren e Krishtit mbi vdekjen, por edhe ftojnë çdo njeri të marrë pjesë në këtë triumf, duke përjetuar dashurinë e pafund të Perëndisë. Çdo notë, çdo melodi e himnologjisë ortodokse është një shpallje e dashurisë dhe dritës së ngjalljes, duke e shndërruar jetën e njeriut në një udhëtim drejt shenjtërisë dhe përjetësisë. Ngjallja është jo vetëm një fakt historik, por edhe një realitet shpirtëror që jeton dhe frymon në çdo aspekt të jetës ortodokse.
parë i përket gjinisë kompozicionale stiqërarike. Në traditën dorëshkrimore psaltike janë krijuar 3 tipe kryesore kodikësh, që dallohen nga përmbajtja e tyre specifike: irmologjioni, stiqërari dhe papadika. Pikërisht nga këta 3 kodik janë përcaktuar pjesët muzikore në 3 gjini kompozicionale, të quajtura gjinia irmologjike, gjinia stiqërarike dhe gjinia papadike. Secila prej këtyre gjinive ka kanonet dhe materialin e saj kompozicional, që përfshin frazat muzikore specifike dhe stereotipike, të cilat veprojnë njësoj si fjalët në të folurën e përditshme. Këto gjini dallohen nga tekstura muzikore, nga karakteristikat e veçanta të tingullit, frazat muzikore, shtrirja, tempi e të tjera. Gjinia stiqërarike përfshin vargëzimet e vetë melodishme dhe lavditë mbrëmësoreve dhe mëngjesores. Këto pjesë stiqërarike ndahen në vargëzime që paraprien nga një varg psalmik dhe në ato që paraprien nga vargu doksologjik lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, të njohura si lavdi. Meloditë stiqërarike ndahen në të shpejta, mesatare, të ngadalta dhe kalofonike. Fillimisht në periudhën bizantine, shfaqen stiqërarët e lashtë anonim dhe shumë të ngadalt, të njohur si stiqërarët bizantin. Në shekullin e 15, stiqërarët vazhdojnë në të njëjtën frymë me përfaqësues Manuel Krisafin. Gjatë shekullit të 17, stiqërarët fillojnë të zhvillojnë drejt një stili të ri kompozicional, me përfaqësues Gjergjin nga Athina, Panajot Krisafin, Gjermanoj Neopatron, Kozma Iviritin Maqedonësin, Petro Peloponezin, Jakov Protopsaltin, Hurmus Kartofilaksin dhe Melurgët nga Kreta. Në shekullin e 18, gjinia stiqërarike ndryshon ndjeshëm, duke sjellë melodi krejtësisht të reja dhe më të shkurtra me përfaqësues Kiriako Kulidhan dhe Daniel Protopsaltin. Në këtë periudhë shfaqen edhe stiqërarët e rinj të shpejtë të Petro Peloponezit dhe përpunimet e Joan Protopsaltit. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, le të lexojmë fillimisht tekstin. Të palishmit vulosën varrin tënd dhe vunë roja që ta ruanin, por ti si Perëndi i pavdekshëm dhe i tërfuqishëm u ngjalle pas 3 ditësh. Le ta dëgjojmë edhe një herë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot. Të palishmit vulosën varrin tënd dhe vunë roja që ta ruanin, por ti si Perëndi i pavdekshëm dhe i tërfuqishëm u ngjalle pas 3 ditësh. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe thjesht mësojmë t'i psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kritereve kryesore gjatë psaljes. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë saktë dhe pastër tekstin poetik. Dhe njëkohësisht të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë saktë vijën melodike, e cila përbohet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht himnet tona kanë një karakter të dyfisht, ashtu siç është ajo ndjenja shpirtërore e harmonlipit, pra e gëzimhidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke i përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Në vazhdim, le të dëgjojmë himnin që kemi përzgjedhur për sot, i cili është kompozuar në tingullin tërthortë të 4-tit me bazën 1. Të palishmit vulosën varrin tënd dhe vunë roja që ta ruajnë, po ti si Perëndi i pavdekshëm dhe i tërfuqishëm, u ngjalle i 3 ditëshëm.
Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Të paliqmit vullosën varin tënd, dhe punë roja që ta ruajnë, po ti si Perëndi i pavdekshëm dhe i tërfuqishëm, unë gjallë i triditshëm. Për ta mësuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le të nisim ta studiojmë atë frazë pas fraze apo fjali pas fjalie. Himni sotëm nis pikërisht me një fjali muzikore e cila thot: të palishmit vullosën varin tënd. Të paliqmit vullosën varin tënd. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë fjali muzikore. Të paliqmit vullosën varin tënd. Në vazhdim kemi një frazë të shkurtër melodike dhe vunë roje. Dhe vunë roja. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Dhe vunë roja. Dhe më pas kemi një motiv të shkurtër që thot që ta ruajnë. Që ta ruajnë. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë motiv muzikor të shkurtër. Që ta ruajnë. Dhe në vazhdim kemi një frazë tjetër melodike e cila thot: po ti si Perëndi i pavdekshëm. Po ti si Perëndi i pavdekshëm. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë muzikore. Po ti si Perëndi i pavdekshëm. Fraza pasuese, e cila është edhe fraza e parafundit e himnit ton, thot: dhe i tërfuqishëm. Dhe i tërfuqishëm. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë muzikore. Dhe i tërfuqishëm. Dhe fraza me cilën mbyllet tropari i sotëm është: unë gjallë i triditshëm. Unë gjallë i triditshëm. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë përmbyllëse. Unë gjallë i triditshëm. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Të paliqmit vullosën varin tënd, dhe punë roja që ta ruajnë, po ti si Perëndi i pavdekshëm dhe i tërfuqishëm, unë gjallë i triditshëm. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues muzikdashës të radios Ngjallja. Shpresoj ta keni mësuar sadopak, edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn ose himnet e mëparshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube, tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton, të mësojmë t'i psalim Zotit. Ky ishte dhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin Të mësojmë t'i psalim Zotit.